Një ditë pas arratisjes spektakolare të burgosurit Altin Doci, Ministria e Drejtësisë ka shkarkuar drejtorin e burgut të Durrësit, Indrit Cerloj. Po ashtu, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve më herët ka njoftuar se ka ndërmarrë masa administrative dhe ligjore, duke pezulluar të gjithë zinxhirin komandues të burgut. Ndërkohë bëhet me dije se mes të arrestuarve është shefi komanduar i policisë së burgjeve, si dhe krye infermieri i burgut, i cili ka firmosur raportin se i burgosuri kishte nevojë për vizite spitalore. Ata akuzohen për shkelje të rënda të detyrës gjatë shoqërimit të Ndocit për vizitën mjekësore, duke mos informuar as drejtorin e burgjeve dhe as policinë e shtetit për itinerarin e planifikuar. Altin Doci i akuzuar për një sër veprash të rënda penale, përfshirë vrasje dhe pjesëmarrje në organizata kriminale, u arratis gjatë mesditës së djeshme ndërsa shoqërohej për një vizitë mjekësore në spitalin e Durrësit. Pasi goditi rojet, ai zbriti përmes një dritarie në katin e tretë të spitalit dhe më pas u largua me një Audi të zi pa gjurmë që po e priste në parkingun e spitalit.